Zgjedhjet lokale në Ulqin i kanë dhënë fund ngërçit të krijuar prej disa muajsh në kuvendin e kësaj komune. Unioni Demokratik Shqiptar, i kryetarit aktual të komunës së Ulqinit Gëzim Ajdinaga dhe Partia Demokratike e Socialistëve e kryeministrit Milo Gjukanović, së bashku me Partinë e Prosperitetit Demokratik, kanë arritur të sigurojnë shumicën e asamblen komunale. Ky koalicion ka siguruar kështu 17 nga 33 vendet e asamblesë. Unioni Demokratik Shqiptar, së bashku me Partinë për Prosperitetin Demokratik, kanë marrë 10 mandate, apo 27,7% të votave. Partia Demokratike e Socialistëve mori 19,8%, çka përkthehet në 7 vende të kuvendit. Partia Forca mori 31,2% të votave, apo 11 mandate. Socialdemokratët 6,8% apo 2 mandate. Lista Serbe Ulqini më i mirë 2 mandate. Iniciativa Qytetare Perspektiva 1 mandat. Në zgjedhjet lokale të majit, asnjëra nga forcat politike nuk arriti të sigurojë shumicën, qoftë edhe në koalicion. Ndaj dhe presidenti i vendit, Filip Vujanović, u detyrua të shpallte 17 tetorin datë zgjedhjesh. Ky proces është mjaft i rëndësishëm, pasi kjo shumicë do zgjedh edhe kryetarin e komunës së Ulqinit, në të cilën 85% e banorëve janë shqiptar. Në këto zgjedhje ku konkuronin 7 parti politike dhe 2 koalicione, kishin të drejtë vote 18.500 votues.